Gjysmëfinalja e dytë e edicionit të 69 të këngës Eurovision 2025 vjen sonte në orën 21. 16 shtete do të ngjiten sonte në skenë ku do të interpretojnë këngët e tyre. Gjatë natës së dytë nuk do të mungojnë surprizat e shumta dhe spektakli. Të ftuar special do të jenë 4 artistë, të cilët në Eurovisionin e vitit 2020 nuk mundën të këndonin këngët e tyre për shkak të anullimit të festivalit si pasojë e pandemisë Covid-19 dhe janë ftuar për të riinterpretuar në skenën e edicionit të 69 të Eurovision. Kjo mbrëmje, ashtu sikurse edhe gjysmëfinalja e parë 13 majit, do të moderohet nga komediania dhe aktoria shumë e njohur Hazel Brugger dhe përfaqësuesja e Zvicrës në Eurovisionin e vitit 1991, Sandra Studer. Dy bashkëmoderatoreve në finalen e 17 majit do t'i bashkohet dhe prezantuesja e spektakleve italiane Michelle Huzinger. Nga 16 këngë që konkurrojnë sonte, vetëm 10 prej tyre do të kalojnë në finalen e madhe. Anglia, Gjermania dhe Franca kalojnë automatikisht në finale nga shtetet që garojnë sonte, ndërsa për vendet e tjera, pas përfundimit të interpretimit të artistëve, do të hapet votimi për publikun dhe në fund të mbrëmjes do të mësojmë dhe 10 finalistët e dytë të kësaj gare. Shtetet që konkurrojnë sonte janë Armenia, Australia, Austria, Greqia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malizi, Çekia, Danimarka, Finlanda, Gjeorgjia, Izraeli, Luksemburgu, Malta dhe Serbia. Gjysmëfinalja e 13 majit ishte një sukses për Shqipërinë, ku Shkodra Elektronike me këngën Zjerm u kualifikua për në finalen e 17 majit të edicionit të 69 të Eurovision. Edhe gjysmëfinalja e dytë dhe finalja e 17 majit do të transmetohen ekskluzivisht në RTS1, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1. Këtë minutën këtë qasë në paranoja, pas që jo të ylber të duket botë, në përë pas një mbulon s'ke kurset me arro.